Që pas daljes së rezultateve në çdo qark për zgjedhjet e 11 majit, qasja zyrtare e Partisë Demokratike ka qenë për të mos e njohur procesin dhe rezultatin e tij që konsideron si një farsë elektorale. Në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve, përfaqësuesit ligjor të Partisë Demokratike kanë depozituar një seri ankimimesh dhe kërkesash që si qëllimin e tyre final kanë shpalljen të pavlefshëm të zgjedhjeve të 11 majit dhe përsëritjen e procesit elektoral. Por me një dallim nga ky qëndrim, disa prej kandidatëve të Partisë Demokratike kanë depozituar në KQZ kërkesa për rinumërimin e votave, duke hedhur hije dyshimi se jo vetëm ka pasur deformim të vullnetit të qytetarëve përpara se ata të shkonin të votonin me metoda nga më të ndryshmet, por edhe se problematika ka pasur edhe përgjatë numërimit të votave preferenciale. Elir Ali Mehmeti, Lisandër Hoxha, Aulon Kalaja janë tre kandidatët që kanë kërkuar rihapjen e kutive dhe rinumërim të votave, duke dyshuar se numëruesit nuk e kanë lexuar vullnetin e qytetarëve ashtu siç ka qenë. Në lidhje me kërkesat ankimore nga kandidatët, KAS në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve vendosi që të mos i njohësi palë kandidatët me arsyetimin se ashtu si partitë që janë bërë pjesë e një koalicioni, edhe kandidatët e kanë deleguar përfaqësimin e tyre në KQZ tek juristët që ka caktuar subjekti politik për të cilin kanë garuar. Ndërkohë nga ana tjetër, Partia Demokratike përmes përfaqësuesit të saj Frans Nuri ka ngritur shqetësimin dhe pretendimin për rreth 130.000 flet votimi të zhdukura, duke e cilësuar si jo normal arsyetimin e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve për gabime njerëzore në mungesën e raportimit nga ana komisionerëve.